Çmimi i një pakete me 30 vezë në treg arrin deri në 400 denar. Qytetarët revoltuar thonë se çmimet janë shumë të larta, ndërsa çmimi i një pakoje me vezë ka të kaluar edhe çmimi në një pule të gatshme të pjekur, e cila shkon deri në 350 denar. Qytetarët presin që qeveria të ndërmarrë masa, ndërsa thonë se çmimet kanë të kaluar edhe ato të Bashkimit Evropian. Po si që shumë? 40 miliardë, një tabull vue. Shumë është për tepër. Duhet marrë masa, ministria, qeveria? Po, duhet me marrë. Duhet me marrë masa. Po që nuk është? Katastrofë, si nuk është shumë. Se ato ndoshta e kanë se kanë hip ato materialet, po nuk e vërtet. Kjo brenda ditëve u bë kjo kthesë e madhe. A mendoni se do të merret masa, ministria, qeveria ti ulje po shkruhet? Deri në 400 ishte. Me nuk bo në një qytetar një protest për qeverisë, më duket se s'ka veç fjalë boshe. Unë jam habit kur i kom pa 390 denar, 400 denar bile janë që ati, që një ka një private. Janë pak që tepër, si krejtjerat. Da, skupi se. 400 denari, skupi se. Ima nadležne institucije za to smo i birali. Neka si preuzima merke. Pa skupi se kako ne se skupi. Za nas se plati ne skupi, preskupi. Kao u Germanija isto. Beteri od Germanija. I treba državata nešto da prezeme, ne sme glasali radi reda. Nga Ministria e Ekonomisë thonë se janë duke monitoruar çmimet në treg dhe inspektorati është në terren për të mbrojtur interesat e konsumatorëve. Ne vazhdimisht i monitorojmë çmimet përmes inspektoratit të tregut dhe reagojmë në mënyrë aktive kur është e nevojshme. Duhet theksuar se çmimi i vezëve varet kryesisht nga produktet e tregut global, siç është soja që përdoret për prodhimin e ushqimit për pula, gjë që e bën çmimin të jetë i varur nga luhatjet në treg. Megjithatë, institucionet mbeten të përkushtuara për të kontrolluar dhe monitoruar çmimet dhe për të mbrojtur interesat e konsumatorëve. Çmimet në treg të vezëve kanë qenë nga 200 denar deri në 300 denar më parë, ndërsa vetëm për 3 ditë çmimi i vezëve u rrit nga 350 deri në 400 denar, që do të thotë se një vezë arrin rreth 13.3 denar.